Mirë se erdhët. Për të gjithë ju të cilët doni që të hiqni një objekt nga një foto ose doni që të hiqni sfondin e një fotoje dhe përdorni kompjuter. Mënyra më thjeshtë dhe më fantastike që kam zbuluar së fundmi është vetë programi që e ka vetë sistemi operativ Windows. Pra nëse ti ke një Windows, shiko se sa e thjeshtë është. Pra në momentin që ti ke një foto, mjafton që ta hapësh me Open with Photos, është pjesa e programit Photos, që të lejon që ta shohësh foton, po ndërkohë është dhe një opcion që lexon Edit, shumë interesant. E klikojmë. Shikojeni pak me vëmendje. Këtu është ikona dhe kemi dy ikona këtu lart ose dy mjete që njëra lexon AI dhe ka një gomë dhe të lejon që ti të klikosh tek objekti që do të heqësh dhe automatikisht do ta shikoni brenda pak sekondash do të hiqet. U hoq në mënyrë perfekte. Po jo vetëm kaq, edhe heqjen e backgroundit mund ta realizojmë këtu mjeti i dytë. Siç e shikoni, u selektua backgroundi. Ose e heq, ose e zëvendësoj, pra mund bëni ku diun pjesën e green screenit, apo ta bësh blur për ata që duhet mbej fotot me portret. Perfekte. Dhe në momentin që je këtu mund ta ruash si një kopje ose origjinalen. Për shembull si një kopje, i jep një emër të ri dhe të ruhet tek downloads dhe heqja është bërë perfekt. Për më tepër, mos harroni, lini subscribe. Çat gjej, do vi do e ndaj këtu me ju. Ju përshëndes.